Shqipëria po zbehet, jo metaforikisht, por fizikisht. Popullsia është në rënje të lirë. Censusi i fundit nuk është thjesht statistik, por akti i parë i funeralit të shpresës. Qindra mijë shqiptar më pak që nga 2011. Në një vend normal kjo do të ngjallte alarm kombëtar. Në Shqipëri zyrtarët bëjnë sikur nuk e kanë dëgjuar. Ndërsa vendet e zhvilluara planifikojnë përplakjen, Shqipëria thjesht sheh veten duke ikur. Nuk lindin më fëmijë, nuk ndërtohen politika për familjen, nuk ka kushte për jetesë dinjitoze. Por çfarë ka? Ka vetëm propagandë dhe heshtje. Politikanët tani janë më të interesuar për shfaqje sesa për të kuptuar dramën që po luhet përpara syve të tyre. Ata flasin për Shqipëri 2030, por nuk na thon kush do të mbetet këtu atëherë. Politikat e tyre, nëse i quajmë të tilla, po shtyn të rinj jashtë, të lodhur, të zgënjur dhe të bindur se ky vend nuk ofron më asnjë arsye për të jetuar. Kjo nuk është më krizë sociale, është kolaps shtetëror. Një vend pa njerëz nuk është më shtet. Është vetëm një territor i administruar nga një elitë që mban pushtet mbi boshllëkun. Të dhënat nuk gënjejnë. Fertiliteti është në nivelet më të ulta në histori. Zonat rurale janë zhduruar në fantazma. Qytetet janë kthyer në stacione kalimtare për ata që presin avionin për t'u larguar. Përballë kësaj situate, Shqipëria ka nevojë për një strategji demografike kombëtare, jo për spote publicitare. Ka nevojë për politika të guximshme për nënat e reja, për të rinj që duan të ndërtojnë jetën këtu, për rikthimin e diasporës. Ka nevojë për ndershmëri dhe për vizion. Por për sa kohë vendi do drejtohet nga politikanë që nuk shohin më larg se sa hunda e tyre, Shqipëria do të vazhdojë të humbas qytetarët e saj në heshtje, pa zhurmë, si një komb që po vdes ngadalë.